Kjo këngë përkujtimore i kushtohet atletarit, patriotit, luftëtarit të lirisë, për atë dhe e flamur kombëtar, porrit të shquar të krahinës së matit e më gjerë, Zotit Haki Sulejman Feyzo nga fshati Lis i rrethit të matit. Baba i Hakiut, Sulejmani, kthehet në Tiranë, 10 vjet rresht qëndroi komandant i gjandarmërisë deri në pushtimin e Shqipërisë. Menjëherë shkoi partizan për liri e për vatan, mbrojti tokën e Memedheut, u shpall dëshmor i atë dheut. I merr Feyzo kushrini i tij, shkoi partizan në luftë për liri. Ishte trim e hieran me armikun dham për dham. Këtë këngë ja kushtuan 2 djemt e i merr Reshit Feyzës, Sherifi dhe Shefiku. Kjo kaset u realizua nga Rapsodi Det Gjinaj. I përjetshëm do t'jetë gjithmonë kujtimi i tij. Për më gjatë, mund të ndiqni këngën në vazhdim. Kënohen këngë burrat me nam, Haki Feyzo një matjan, shpi me bes e norma burnore, me tradita adhetare, Sulejmani babaj vet, o mori rrugën për kurbete. Kurbet të zi, në Stamboll mrena në Turqi, ushtarak u ba Sulejmani, komandant bataljoni, u martu e ky djal shqiptari, po me vajzën e një pronari. Shumë u gëzue familja ti, fali Zoti ma të porin fmi, 1920 lindi Hakiu në Kurbet, në vend lindjen troje shqiptare, o e maroj shkollën fillore. Internatin në Burrel, i shkëlqyeshëm Hakiu del, 4 vjet gjimnazin në Shkoder, kishte vullnet e djal me seder, në demonstratat antifashiste, o flamurin shqiptar lart e valviste. Atëherë fashistat e arrestuen, me shumë shok e izoluen, në burg të Shkodrës e në Tiran, kanë kalue tortur të ran. Pastaj 2 vjet në Itali, internuan këto djemë të ri, 1941, Haki Feyzo kthehet Shqipënie. Për atë dhe e roku pushkën, i pari Mation që organizoi luftën, pjala e ti ku do shpërtheu, mbi të gjitha ishte atë dheu. Shpia e ti trashgim i të parve, u bas 3 ha e luftëtarve, djal dëshmori e djal ushtaraku, për atë dherë nuk i dhim se i gjako.
Kundër garnizonit në Burrel, lufte madhe aty shpërthen, vjen bataljoni Siveriu, komandant ishte Hakiu. Haki Fejso trim me fletë, komandant i bataljonit tretë, fitoj respekt në Dibër e mat, shpirt e zemër o demokrat. Dyzet e gjashtën unë Tiran e quen, detyrat nalta o i besuen, zëvendës drejtor o në ministri, ku punoj o me pastërti. 1928 Hakiu zgjidhet o deputet, hallet e poplit o i qojnë kuven, o ku do fjala i zin të vene. Pestetor o 29 Ina kanot o një vdekiron, 29 vjeç ishte Haki Fejso, në lullet rinis o ndan nga jeta, trupi ti unë sal në kuvendit, i ban homazhe o krem të shtetit, popli Tiranës edhe i matit, o e për collën banes në funit. Haki Fejso o figur e rall, për atë dheve flamur kombëtar, i kujton o luftrat e tia, populli matit e kret Shqipnia, i kujton o luftrat e tia. Populli matit o e ton Shqipni.